dhe si të arrijë gjallërinë e zemrës dhe trupit në mënyrë që të kemë vullnet të bëj punë të mira për këtë botë e ahiret. Gjallëria vëllezër e zemrës dhe trupit arrihet kur ti i kryen obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Shton sa më shumë për i punëve të mira, nuk tregohesh dembel në këtë aspekt. Edhe në anën tjetër largohesh prej harameve. Për gjanave që Allahu i ka ndërtuar. Dëshiron pastërti të zemrës, dëshiron gjallëri të zemrës, dëshiron fuqi në trupin ton, kryej obligimet, largo prej harameve. Kjo është formula, nuk ka diçka tjetër më. Sa edhe shumë njerëz, për shembull thonë, po bëj punë të mira, jo atë shumë, po bëj edhe harame, po nuk po e gjej ëmbëlsinë e imanit. Nuk mundesh këtë formë e gjej. E gjej një sasi, se Allah është shekur dhe Allah është falëndërues. Do thonë se ti, sa edhe kam përmend dietar si Ibn Taymi Kaimi, kur të bësh një punë të mirë, edhe nuk gjen, domethënë hapje të zemrës, edhe kënaqësi, thonë akuzoje veten. Pse se Allah është shekur, është shumë falëndërues, të falënderon për çat punë të mirënjohës që e ke bë, edhe të shpërblen. E një për shpërblimeve që më njëherë të jep Allahu, shumë fish më shumë se që ti meriton se ta hap zemrën. Edhe një kënaqësi të madhe kur e kryen ata dhurim. E nëse nuk e nin që ata dije se kin difar defekt në zemrën tonë. Lloj smundje defekt më që duhet më pastru zemrën për tyne. E një prej aspekteve që shumë muslimanë sot fatkeqësisht tregojnë neglizhent është pastërtia e zemrës, që do thotë se më shumë pi kushtojnë rëndësi, përveç atyre që i kam shirrolla, veprimeve të jashtme të trupit, adhurimet të jashtme se sa pastërtisë të zemrës. E pastaj adhurimet po na shndrohen vëllezër çka vetëm shprehin adete, po i bajnë në formë mekanike. Po veç po i bajnë kështu, edhe nuk po kanë ndikim, domethënë që kjo në pastërtinë e zemrës. Pse se burimi vëllezër kur është bërthama themeli, thelbi aty, e kemi me njolla, e kemi me defekt. Atë sa gjunahat janë vëllezër në zemrën e njerit. Për tyre më i madhe është kur ti nuk i kryen veprat për hir të Allahut. Ki syfaqësi, dëshiron famë, modok me të lavdëruar njerëz. Kjo është vepër shkatruese Allahun, që është në zemër, jo sinqeriteti. Tani domthonjë çka zilia Allahun, hasedi, mendjemallësia, vetpëlqimi, egoizmi, gjitha këto vëllezër janë gjunahe të mëdha shkatruese. Ndoshta disa prej tyre nganjëherë më të mëdha se gjunahet që i bën njeriu çka me gjymtyr. Andaj vëllezër pra ti duhet në këtë formë, dëshiron atër shtoj punë të mira, largohu prej gjunave. E me thonë unë po du me kanë rregull, po du dhon me eni atë kënaqësinë e imanit, atë lezetin e imanit, mirë po s'po angazhohesh me punë mira, s'po largohesh prej gjunave, kjo është vetëm dëshirë. Po është një dëshirë që e shpreh njeriu, mirë po domosdoshmë është e paarritshme në këtë formë, në cilën është duke vëllë. Kjo është domethënë për mbledhje vëllezër asaj. Për shkaqeve të tjera vëllezër është me lezu sa më shumë për fe islame. Domethënë se shkallë nuk mundesh ti me kanë i qëndrueshëm fe, me pas pastërti zemrën, pas vullnet nëse nuk lexon për fe. Se feja dhe imani vëllezër që përmend dietarët është sikur një pemë. Edhe pemja siç e dina vazhdimisht ka nevojë për ujitje, ka nevojë për minejt gati. E çush i rrin gati vëllezër, çka është kjo ujitja që i rrin ti fes fetarisë tonë gati përmes dijes. Mëson, mirë po jo vetëm me mësu me i shtu informatë, mirë po duhet edhe me i shka, me i praktiku domethënë jetën tonë, se për ndryshe ajo dije që më kanë vetëm argument, pastaj Allahu na ruajt kundër teje kur dilsh para Allahut subhanahu wa taala. Me lezu sa më shumë, me lezu sa më shumë për Allahun. Emrat e Allahut, cilësitë e Allahut, sa më shumë si të lexojsh për Allahun, më shumë ki me dash Allahun. Më shumë ki mu tut për Allahut. Më shumë ki me adhuru Allahun. Edhe më shumë ki mu largu prej harameve.